Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë letrën e radhës. Sot pranë jush do të vi me një letër që më besoni më ka emocionuar pafund. Unë në fakt nuk preferoj dhe nuk dua në asnjë mënyrë që të shkruaj letrat apo të lexoj letrat e këtyre nënave me shpirtin kaq të thyer. Por në të vërtet, kjo letër është një letër që mua më ka lënë pa fjalë, mua më ka lënë pa tekst dhe më ka emocionuar shumë. Nëna tregon për nusën e saj se çfarë tmerri është duke hequr. Nuk e di nëse dikush do ta dëgjojë ndonjëherë këtë letër. Ndoshta do të mbetet në sirtarin tim, e mbuluar nga pluhuri me vite. Por zemra ime nuk mban më, kam nevojë të flas, edhe nëse askush nuk më dëgjon. Unë jam një nën që e rriti djalin e saj me shumë munte dhe sakrifica. Por mos harojmë edhe me shumë dashuri. Kam punuar ditë e natë që ai të mos e ndjente mungesën e asnjë gjëje. Kam hequr dorë nga ëndrat e mia që ai të ndërtonte të tijat. Dhe kur ishte i vogël, më premtonte se nuk do të më linte kur të vetme. Më përqafonte fort edhe më thoshte, ti je gjithçka për mua, nën. Kur u rit, më tha se kishte gjetur vajzën që donte ta martonte. Unë u gëzova me gjithë zemër, me thënë drejtën. Nuk kërkova një nuse perfekte. Kërkova vetëm një vajzë që do ta donte djalin tim dhe do ta respektonte familjen. Ditën e dasmës, qava nga lumturia. Mendova se familja jon po zmadhohej. E përqafova nusen edhe i thash, sot nuk fitoj vetëm një nuse, por fitoj edhe një vajzë. Ajo buzëqeshi, por sot e kuptoj se ajo buzëqeshje në të vërtet nuk ishte buzëqeshje sinqert. Ditët e para, gjithçka dukej normale. Pastaj filluan ndryshimet. Djali im nuk më telefononte më. Sa herë e merrja në telefon, ai më fliste me nxitim dhe më thoshte se në të vërtet ishte i zënë. Kur shkoja për vizitë, ndihesha sikur realisht nuk isha e mirëpritur. Nusja nuk më shikonte në sy. Më fliste ftohtë dhe çdo fjalë e saj dukej si një gjemb. Një ditë dëgjova rastësisht teksa i thoshte Timbirit, nëse vazhdon të rish pas nënës tënde, nuk do ta kemi në asnjë mënyrë jetën tonë. Ato fjalë në thelb mua më pren zemrën. Fillova të shkoja gjithnjë e më radhë. Nuk doja që t'ju bëhesha barë, por edhe kur nuk shkoja, nuk më merrte askush në telefon. Kaluan muaj. Një ditë u sëmura aq shumë, kisha temperaturë të lartë dhe nuk mund të ngrihesha nga shtrati. E mora djalin në telefon. Ai më tha se nuk mund të vinte sepse nusja kishte plane. E mbylla telefonin dhe qava në heshtje. Nuk ishte sëmundja që më dhimbte, por ishte vetmia. Pak kohë më vonë shkova t'i vizitoja me një ëmbëlsirë që e kisha përgatitur vetë. Nusja më hapi derën. Nuk na lajmërove që do vije, më tha. Më la të prisja te dera.
Kur hyra, ndjeva sikur isha misafire në shtëpinë e djalit tim. Nuk më ofroi as edhe një gotë ujë. Kur u largova dëgjova zërin e saj, pse vjen ajo kaq shpesh? Në atë moment e kuptova se për të isha bërë vërtet një problem. Filloja të mbaja dhimbjen vetëm për vete, nuk doja që askush realisht të mendonte se po përpiqesha të prishja martesën e timbirit. Një nën nuk dëshiron të zgjedhë mes lumturisë së fëmijës dhe dhimbjes së saj. Por kishte net kur flia me lotët në sy. Shikoja fotografitë e vjetra, djali im I vogël, me duart e mbushura me balt, që vinte me vrape të më përqafonte. Ku kishte humbur valla ideal? Një ditë mora guximin t'i flisja edhe I thash me qetësi: "Biri im, nuk dua të jem bar, dua vetëm të të shoh ndonjëherë." Ai uli kokën, pastaj më tha: "Nën, gjërat kanë ndryshuar." Po kishin ndryshuar. Por zemra një nëne nuk ndryshon kurrë. Kaluan edhe disa vite. Fillova të plakem, shtëpia ime u bë gjithnjë e më e heshtur. Ditëlindjet kalonin pa trokitje në derë, festat nuk kishin më të njëjtin gëzim. Dhe një ditë rash dhe përfundova në spital. Atje kuptova se sa e brisht është jeta. Atje kuptova se sa keq është jetosh vetëm. Kur djali im më pa në shtratin e spitalit, syt ju mbushën me lotë, më shtrëngoi dorën forte dhe më tha: "Nën, më fal." Për herë të parë pas shumë vitesh ndjeva përsëri ngrohtësinë e përqafimit të tij. Nuk e pyeta se kush kishte gabuar, nuk e akuzova nusen, nuk I numërova vitet e vetmisë, sepse dashuria një nëne nuk mban listë të gabimesh. I thash vetëm: "Jeta është e shkurtër për të humbur njerëzit që duam." Dhe ai aty qau si fëmijë dhe unë qava tepër. Ndoshta plagët nuk shërohen plotësisht, ndoshta disa fjalë nuk harrohen kurrë, por zemra gjen gjithmonë një copë vend për falje. Nëse dikush po e dëgjon këtë histori, dua të them vetëm një gjë. Kur martoheni, krijoni një familje të re, por kjo nuk do të thotë se duhet të harroni prindërit. Respekti dhe dashuria mund të bashkëjetojnë. Mos lejoni që krenaria, keqkuptimet apo ndikimet e të tjerëve të shkatrojnë lidhjet familjare, sepse një ditë kur të kërkoni përqafimin e nënës suaj, mund të jetë tepër vonë dhe atëherë do të mbeten vetëm kujtimet dhe lotët që askush nuk I sheh në familje.